prokria speciale për t'i hetuar këto konkurse. Brenda muajit merr një pozitë edhe më të lartë se sa ajo që kishte aplikuar. Brenda pak ditësh merr pozitë të re dhe anulon të njëjtin konkurs. Çka ndodhi? Mes muajve maj dhe qershor të këtij viti, Rektorati i Universitetit të Prishtinës kishte hapur konkurse për 32 vende të lira pune në Universitetin e Prishtinës. Nacionale ka siguruar një dokument që është kërkesë e njësisë së veçantë të hetimeve të Policisë së Kosovës e autorizuar nga Prokria Speciale për t'i hetuar këto konkurse. Çka ndodhi? Në hulumtimin që ka bërë Gazeta Nacionale, ka gjetur se njëri nga konkurset i datës 28 maj në Universitetin e Prishtinës ishte për sekretar të Fakultetit Filozofik. Në mesin e aplikuesve ishte dhe Safet Thaçi, një herët edhe zyrtar ligjor në UP. I njëjti kishte kaluar 2 fazat e testimit, por që në fazën e fundit të testimit kishte dështuar dhe rrjedhimisht nuk u bë sekretari i Fakultetit Filozofik, por i njëjti që kishte dështuar të zgjedhej sekretari i Fakultetit Filozofik, ende pa u mbyllur konkursi, brenda muajit merr një pozitë edhe më të lartë se sa ajo që kishte aplikuar. Në një mbledhje të jashtëzakonshme të datës 29 shtator të vitit 2025, të mbajtur nga Këshilli Drejtues i UP-s, me 8 vota për, Safet Thaçi zgjedhet ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm të UP-s. Ky emrim u bë në mënyrë të hapur, ndonse Neni 20 i rregullores për punë të Këshillit Drejtues të UP-s parashikon votim të fshehtë për vendime të tilla. Vlen të theksohet se Safet Thaçi për këtë pozitë ishte propozuar nga rektori Arben Hajrullahu, por e gjithë kjo temë nuk përfundon këtu. Vetëm pak ditë pasi Safet Thaçi nis detyrën e re, ai merr vendim që t'i anulojë 21 konkurse të datës 28 maj. Ku njëri nga konkurset është edhe ku vetë Thaçi kishte aplikuar për sekretar të Fakultetit Filozofik. Pra i njëjti që kishte aplikuar në atë konkurs, brenda pak ditësh merr pozitë të re dhe anulon të njëjtin konkurs. Në vendimin që ka siguruar Nacionale, thuhet se arsyetimi i anulimit të këtij konkursi është për shkak se procedura e rekrutimit ka tejkaluar afatin ligjor prej 90 ditësh. Ndërkaq vetëm 4 ditë pas këtij vendimi, njësia e veçantë e hetimeve brenda policisë ua kishte kërkuar Universitetit të Prishtinës dosin e këtyre konkurseve për të hetuar pikërisht këto konkurse. Për të kuptuar më shumë lidhur me tërë këtë katrahur në Universitetin e Prishtinës, Gazeta Nacionale ka nisur pyetje tek UP-ja, po ashtu ka kontaktuar edhe Safet Thaçin, por që të njëjti deri në publikimin e këtij hulumtimi nuk kanë kthyer përgjigje. Përveç kësaj, Nacionale ka nisur pyetje edhe tek Prokria Speciale e Kosovës për të kuptuar se deri ku kanë shkuar hetimet, por që të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e kësaj historie.